partinë pushtet, po nuk jemi në opozit në raport me interesin e vendit. Gjithçka që ka qenë në interes të vendit, dhe është në interes të vendit, ne kemi përkrahë. Edhe marrëveshjet ndërkombëtare, financiare ndërkombëtare, edhe gjitha marrëveshjet tjera ndërkombëtare, ne kemi votu. Shiko, nuk e konsideroj unë të duhur gjuhën e cila ndikon në polarizim. Kosovës i nevojitet bashkëpunimi. Kosovës i nevojitet marrëveshje. Por nëse asnjë nuk e arrit me bind, nuk janë për të gjithë fajtor, kur kërkush nuk don me ty, e s'mundet me ty, bani pyetje vetet pse po ndodh kjo. A je kont serioz? A je kuj përgjegjshëm? Çka kemi thonë në Partia Demokratike prej fillimit? Asnjë s'kum qit vijat kuqe. Kum fol për marrëveshje gjithë përfshirëse politike. Kemi thonë që le zgjedhet presidentja apo presidenti e propozura apo i propozuri prej Partisë Demokratike të Kosovës. Asnjë s'janë trajtuar në mënyrë serioze, po kanë bë manevra politike dhe sot kanë bë edhe veprim kundër kushtetues, po që se vazhdohet qon në puç kushtetues dhe rrezikon që vendin ta kaloj në anarki. Faleminderit shumë.